تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me leximin dhe komentime në lidhje me librin Umdatul Ahkam të autorit Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, i cili ka lindur në vitin 540 dhe ka vdekur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë, na falt ne dhe prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur në këto temat e transaksioneve dhe ndërveprimeve ose raporteve mes njerëzve në temat e shitblerjes. Jemi te tema ku ka thënë autori rahimahullah babur rahn, do të thonë pengu. Pra tema në shitblerje që ka të bëjë me pengun. Ka thonë rahn, do të thonë gjuhën arabe, është gjuhësisht, kuptimi gjuhësor, është do të thonë diçka që qëndron dhe është stabile dhe e vazhdueshme. Kurse nga kjo është marrë edhe kuptimi sheriatik ose ligjor, do thotë se pengu në borxh, do të thonë është për qëllim kur merret borxh, merret një diçka për peng, do thotë që të jetë e vazhdueshme te borxhdhënësi që ta garantoj borxhin. Pra nga kjo ndërlidhet me kuptimin gjuhësor. Kurse definicioni, më saktësisht definicioni i pengut është caktimi ose vendosja e një pasurie konkrete, do të thënë mall, e një malli konkret që të jetë përforcim dhe sigurim për borxhin. Që do të thënë kjo pasuri konkrete, ky mall konkret të jetë sigurim për kthimin e borxhit. Dhe ose nëse mungon kthimi i borxhit, atëherë që borxhi të lahet prej asaj pasurie. Do të thënë duke shitur atë pasuri ose duke shfrytzuar, duke marrë, do të thënë atë pasuri. Kjo është peng. Pra kur dy palë bën një marrëveshje ku njëra palë do t'i ketë borxh tjetrës, do thotë janë përmendur disa vërtetime ose dokumentime. Kemi folur për dokumentimin e borxhit dhe shitblerjes me disa forma. Dhe një prej tyre është, ose një pjesë e tyre është edhe pengu, marrja peng, e një pasurie. Mund të jetë pasurie patundshme ose e tundshme, e cila do thotë është për ta siguruar larjen e borxhit. Do thonë që ose ta detyroj borxhdhënësin, do thotë kjo pasuri e detyron borxhdhënësin, borxhmarrësin, pra detyron borxhmarrësin që ta lajë borxhin, dhe nëse nuk e lan, atëherë lahet nga kjo pasuri. Pengu në këto marrëveshje, në marrëveshjen e
borxhit është i lejuar. Edhe argumentet për këtë janë në librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ixma, unanimitet të dietarëve dhe qiyas i sakt, do të thënë analogjia e sakt. Të gjitha këto argumente sjellin përfundimin dhe argumentimin se pengu në borxh është i ligjshëm dhe është i lejuar. Prej Kuranit është fjala e Allahut: "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda." Do të thënë nëse jeni në udhtim dhe nuk gjeni shkrues, atëherë peng që merret në dorë. Në sunet, pashtu argumentet nga suneti janë të shumta, hadithet shumta, edhe një prej atyre haditheve është hadithi që transmetohet në Sahihun e Buhariut nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "Wa laqad rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sha'ir." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë peng ose e ka lënë peng mburojën e tij për elb, do të thënë elb që ka marrë borxh. Po ashtu edhe hadithi që është i përmendur në këtë temë, do të thënë këtë që e ka sjellur autori rahimahullah, dhe hadithet të tjera, do të thënë që vërtetojnë lejimin e pengut për borxh. Dhe gjithashtu ka ixma, unanimitet, do të thënë nuk ka kundërshtuar dikush prej dietarëve për këtë hukm, do të thënë që lejohet. Por pastaj ka kundërshtime, ka ihtilaf mes dietarëve për disa detaje të tjera, por kanë ixma, janë unanim gjithë dietarët për çështjen e lejimit të pengut në borxh. Dhe po ashtu kuptohet se qiyasi, do të thënë analogjia e sakt, duke krahasuar edhe nëse s'kishin qenë këto argumente, megjithëse kur është argumenti drejt për drejt, në Kuran ose në Sunet, nuk ka nevojë për qiyas. Mirë po, e përmendin dietarët për të treguar të gjitha aspektet e argumenteve, pasi argumentet e shariatit, cilat janë? Argumentet e shariatit, bazat e argumenteve, janë këto 4. Do të thënë Kurani, Suneti, ixma'i, unanimiteti i dietarëve dhe qiyasi ose analogjia. Prandaj këtu kanë përmendur, do të thënë me të gjitha aspektet e argumenteve, lejohet rëhni ose ky pengu. Edhe prandaj analogjia e sakt, do të thënë tregon se sipas rregullave të shariatit dhe argumenteve të përgjithshme, e shohim që edhe kjo çështje duhet të jetë lejuar, sepse me pengun, do të thënë sigurohet kthimi i borxhit dhe përforcimi i marrëveshjes. Do të thënë prandaj lejohet. Por edhe gjithashtu ka dobi të shumta nga ky peng. Është një prej dokumentimeve ose përforcimeve të marrëveshjes që janë përmendur në këto ajetet e surës Bekara, ku flitet për borxhin. Ka shkrim, do të thënë shkrimi i borxhit është një dokumentim edhe një përforcim ose sigurim për kthimin. Gjithashtu edhe prezenca e 2 dëshmitarëve, do të thënë që është, si ka thënë Allahu, do të thënë që të jetë 2 dëshmitar, do të thënë 2 burra të drejtë, të besueshëm. Nëse nuk ka 2 burra, atëherë ka thënë farajulun wa imra'atani. Do thotë atëherë një burr dhe 2 gra. Do thënë ky është sigurimi, do thotë prej llojeve të sigurimit ose llojeve të përforcimit, do thotë. Pra shkrimi, dëshmia dhe dëshmia, do të thënë dëshmitar që të jenë 2 burra ose një burr dhe 2 gra. Dhe gjithashtu tjetra është, do të thënë është kjo, është pengu, gjithashtu ka dhe garant në argumentet e shariatit, edhe ka një palë tjetër që garanton borxhin. Do të thënë të gjitha këto janë përforcuese
për kthimin e borxhit. Dhe në sunet është përmendur gjithashtu se një hak vërtetohet, ose një borxh, domethënë vërtetohet, nëse ai kërkuesi i hakut sjell 2 dëshmitar. Ose sjell 1 dëshmitar dhe betohet. Domethënë që betimin e vet ta bëj për forcim që të jetë në pozitën e 1 dëshmitari. Këtu në këtë ajet është përmendur rihan maqbuda. Domethënë fjala rihan do thot peng dhe maqbuda do thot e marr, peng i marr. Domethënë pasuri e caktuar, të cilën e ka marr borxhdhansi. Do thot kështu është përmendur në këtë ajet. Prandaj prandaj ka ihtilaf në çështjen a lejohet pengu për një pasuri që nuk ekziston momentalisht. Për shembull, që ta ketë peng, të ketë frutat që nuk kanë dalë akoma, për shembull. Ose qiran e shtëpisë që nuk ka ardhur koha për ta marrë. Domethënë, thot këto lloje pasurisë që ose me një fjalë peng që nuk është i marrë, po peng që mbetet të jepet. Do thotë a lejohet kjo? Për këtë ka 2 mendime. Disa kanë thonë që lejohet, edhe disa thonë që nuk lejohet. Ata që thonë se nuk lejohet, argumentojnë me këtë ajet se ka thonë rihanun maqbuda. Do të thonë që të jetë pengu i marr, i kapur me dorë. Do të thonë të jetë pasuri konkrete, prezente, që e merr, do thotë borxhdhansi. Por disa të tjerë kanë thonë nuk është kusht, sepse këtu në ajet është përmendur udhëzimi. Do thotë dhe gjithashtu siç nuk është kushti tjetër që të jetë vetëm në udhtim, sepse në këtë ajet ka thonë wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Do të thonë nëse jeni në udhtim dhe nuk gjeni shkrues. Edhe këto nuk janë kushte për lejimin e pengut. Ka mundësi edhe të shkruhet, edhe mos jenë në udhtim, edhe të merret peng, do të thonë diçka. Dhe gjithashtu tjetra është që se kanë thonë se gjithmonë pra muslimanët e kanë vepruar këtë. Edhe dietarët nuk e kanë kundërshtuar. Kjo është vepruar edhe në Medinë, do të thonë edhe në përgjithësi te muslimanët, është vepruar që pengu të jetë një pasuri që do të jepet më vonë, edhe pse nuk është prezente. Do të thonë si tham të vjelat e kopshtit shembull, të jenë si peng. Do të thonë këto janë ky duhet të jetë mendimi më i saktë, wallahu a'lam. Në këtë temë, autori rahimahullah ka përmendur një hadith. Ka thonë, an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Do thot, transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bler për një cifuti ushqim dhe ja ka lënë peng mburojën e tij prej hekuri. Fjala dir', do të thonë shkurtimisht e përkthejmë mburoj, po më saktë është thuhet parzmore. Kurse parzmore, nëse nuk e di dikush, është ajo si formë këmishës, do të thonë që është prej hekuri, që ose në gjuhën tonë, do të thënë gjuhën moderne i thonë si, pancir. Ajo është hekur, që vishet në luftë, edhe nga ana e gjoksit edhe nga ana e shpinës, janë 2 pllaka, do të thënë të hekurit. Kësaj thuhet dir'. Do të thënë këtë e ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si peng, do të thënë për ta kthyer borxhin. Ka qenë në transmetim tjetër përmendet që ka qenë një sa prej elb, do të thënë një sa elb, ka qenë ky ushqimi,
që e ka përmendur këtu Aisha radhiyallahu anha. Ky hadith e tregon, argumenton këtë zuhdin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe largimin prej dunjas, se nuk ka qenë i dhënë as pak pas dunjas, pasi nuk ka ruajtur të pasuria e tij ose të shtëpia e tij, nuk ka ruajtur pasuri. Do thotë që tjetë rezervë ose tjetë, do të thënë që do të rri kohë gjatë, por e ka mbajtur vetëm atë për cilën ka pasur nevojë. Edhe gjithashtu nuk e ka shfrytzuar pozitën e tij dhe nuk ekziston pozitë më e lartë se pozita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mesin e njerëzimit, edhe kuptohet në veçanti te sahabët, ka qenë në pozitë shumë të lartë, por nuk i ka përdorur këta që ta shtoj pasurinë e tij. Edhe këtë e kemi përmendur në raste të lloj-llojshme dhe në aspekte të ndryshme. Do thotë që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vepruar për dunja me davetin e tij. Edhe nuk mjafton si argument që njëherë gjatë jetës së tij dihet, më thënë, si këto raste, si rastin kur ka dalë prej shtëpisë i uritur edhe ka lidhur barkun me gur nga, do të thënë, që të qetësohet dhimbta e barkut nga uria. Gjatë jetës së tij, po edhe pas vdekjes së tij, nëse mund të thotë dikush se ka pas qëllim që t'u lër pasuri pasardhësve të tij, dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-anbiya la turath. Do thënë, ose si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë pejgamberët nuk trashëgohen. Ma taraknahu sadaqa. Do thënë atë që e lam, pra inna ma'shara al-anbiya la nurath. Ne pejgamberët nuk trashëgohemi. Atë që e lam është sadaqa. Do të thënë, nëse i ka mbetur diçka prej pasurisë kur ka vdekur, ajo duhet të jepet sadaka dhe nuk e trashëgon askush. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë diçka prej pasurisë, përveç se një kopsht të vogël në një vend Medine, dhe gjithashtu e ka lënë trashëgim këtë borxhin, se edhe kur ka vdekur e ka pasur, ka qenë me këtë borxh sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, do të thënë, për shkak se qasja e tij ka qenë e këtill në lidhje me dunjan, ka ardhur momenti i detyrimit që të marr hua. Do të thënë të marrë borxh ushqim për ta ushqyer familjen e tij. Dhe ky ushqim ka qenë, siç tham, elb. Edhe ky është argument se elbi quhet me emrin ushqim. Pasi disa dietarë kanë thënë që kur përmendet në tekste fjala ushqim, është për qëllim gruri. Por ky hadith, kjo fjala Aishës radhiyallahu anha, është argument se do thotë quhet edhe elbi ushqim. Në këtë hadith përfitojmë, pra si tham, të përfitojmë atë çështje që është tema, do të thënë ku është sjell hadithi, se lejohet pengu. Pra ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam peng parzmorën e tij. Gjithashtu nga ky hadith përfitohet se lejohet ndërveprimi me mosbesimtarët. Do thotë në shitblerje ose në çështje tjera të dunjas, dhe kjo lidhje me mosbesimtarët nuk quhet miqësim ose muvalat, siç mendojnë disa njerëz. Pra shitja dhe blerja prej mosbesimtarëve nuk është muvala, ose nuk është rukun i lejhim, atë që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, do të thonë nuk është anim ka mosbesimtarët. Por është, do thotë, kjo është çështje më së logjikshme. Nuk ka mundësi të ekzistojë as edhe ndonjë popull i fuqishëm, thotë, ose ndonjë shoqëri e fuqishme, edhe një kontinent, do thotë, siç e shohim në kohën tonë, nuk mund të ekzistojë izoluar pa pas ndërveprim me të tjerët. Edhe sidomos në çështjet e tregtisë, sepse në një vend ka resurse që nuk ka në vendin tjetër, në një vend ka një prodhim që nuk gjendet në vendin tjetër, në një vend, do të thonë, kultivohet diçka që nuk kultivohet në vende tjera. Edhe kjo tregtia dhe bartja e mallrave
përtej oqeaneve dhe nëpër kontinente, ka ekzistuar edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe para kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë kanë ardhur mallra edhe në Medinë nga India, nga vende të ndryshme, domethënë të largëta. Dhe po ashtu nëse e shihni në librat e fikut përmendin dietarët të vjetër, ka Ibn Taymija që ka folur për çështjet e djathit që vjen nga Evropa, domethënë në atë kohë, do thot për çështje që lidhen me atë se si është ruajtur, është temë tjetër. Do të them se këto lëvizje të tregtisë kanë ekzistuar nga kohët e lashta, nuk është diçka që është shpikur në këtë kohë, dhe muslimanët, duke filluar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kanë bërë tregtime mosbesimtarët. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka blerë edhe u ka shitur jahudive në Medinë, edhe në Mekë ka jetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët në Mekë 13 vjet në mesin e mushrikëve, edhe e qartë e ditur dhe e dukshme është se kanë blerë dhe kanë shitur prej tyre. Edhe e dini, argumenti më i fuqishëm është pikërisht kur mushrikët i kanë bojkotuar muslimanët. Domethënë dhe 3 vjet kanë qenë të rrethuar dhe të bojkotuar, nuk kanë pasur ushqime kështu me radhë. Domethënë se ka qenë kjo shitblerja e vazhdueshme, edhe pse ka ekzistuar, kuptohet, distancimi prej mushrikëve. Thotë prandaj duhet kuptohet se distancimi prej besimit dhe rrugës së mosbesimtarëve nuk cenohet nëse muslimani blen ose shet prej mosbesimtarëve diçka. Pra e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë Sanani rahimahullah, thot wa huwa ma'lumun min ad-din bid-darura. Domethënë është çështje e njohur në fe në mënyrë të domosdoshme. Çka do thot ma'lumun min ad-din bid-darura? Domethënë është një çështje që nuk është patjetër të mësohet dikujt. Domethënë është aq e njohur në Kur'an dhe në Sunet ose në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që s'ka nevojë për argumentim që t'i tregojmë dikujt, do thotë se lejohet shitblerja me mosbesimtar. Domethënë është shumë e njohur, pra në mënyrë të domosdoshme është e njohur, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij kanë qëndruar në Mekë 13 vjet dhe kanë ndërvepruar me mushrikët. Sepse po kujdesem mos ta përdor fjalën kanë bashkëpunuar, se nuk është bashkëpunim për ndonjë çështje të mushrikëve, po është për qëllim bashkëpunim në këtë rangun e këmbimit. Do thotë kanë blerë, kanë shitur, kanë punuar ndoshta te mushrikët, ose kanë marrë dikën për të punuar me qira, do thotë ka qenë punë e njohur ky ndërveprim. Dhe thot ka qëndruar në Medinë 10 vjet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij kanë bashkëvepruar ose kanë ndërvepruar me ehlul kitab, edhe kanë hyrë në tregjet e tyre, kanë blerë edhe kanë shitur, domethënë në tregjet e mushrikëve në Mekë dhe të ehlul kitabit në Medinë. Do thot kjo çka na tregon, duhet patjetër ta mësojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sirën, domethënë ta mësojmë prej burimeve të sakta. Këtu hadithet janë të gjitha që janë në 2 sahihet ose në njërin prej tyre. Duhet, domethënë, jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta mësojmë nga transmetimet e sakta që janë në librat e hadithit dhe librat e sirës, janë të sakta. Dhe prandaj ka ardhur gjendja e muslimanëve në këtë kohë, në këtë gjendje që është, sepse sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mësojnë nga filmi Mesazhi. Do thënë edhe kjo është mjerim dhe për keqardhje. Edhe kam dëgjuar një prej hoxhallarëve që thotë se mirë është të mësohet, të shikohet ky film, të cilin e kanë prodhuar, apo si thuhet produksioni shiave, të cilët e kanë shtrembru sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë nënçmuar sahabët.
Dhe sahabët, i kanë zhdukur ata sahabët që nuk i duan. Aty nuk gjendet Ebu Bekri dhe Omeri edhe Othmani, radhiyallahu anhum, nuk gjenden në atë, këtë sire që e kanë paraqitur ata në këtë film. Nuk ekzistojnë. Edhe nëse ishe, dhe shumë çështje të tjera, nëse ishe, aty të gjithë sahabët janë pa mjekra, që kanë shfaqur. Kurse mushrikët dhe armiqtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mjekra. Dhe kurse kur ti lexosh fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e saktë, do të e shet kundërtën. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lëshoni mjekrat, kundërshtoni mushrikët. Kurse ata kanë paraqitur, heqjen e mjekrave kundërshtim të mushrikëve. Kjo është një prej çështjeve, mos flasim për haramet që gjenden aty, muzika dhe gratë zbuluara, vetë aktrimi. Sahabët në këtë mënyrë, disa prej sahabëve i kanë paraqitur, dhe Aliun radhiyallahu anhu e kanë paraqitur si prezent. Mirë po, e kanë barazuar në paraqitjen, e kanë barazuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prezenca e Aliut është e dukshme, se Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani nuk ekzistojnë aty në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Aliu ekziston, radhiyallahu anhu, por nuk e nxjerrin fytyrën si nuk e nxjerrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse sahabeve tjerë që i përmendin aty u nxjerrin, do thotë nuk është tema ky film, mirë po është mjerim i madh që ka njerëz që paraqiten si thirrës për në sunet, edhe i nxisin njerëzit që ta mësojnë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga burimet e shiizmit, edhe njerëzve të kufrit. Allahu alem, aty ka aktorë që janë mosbesimtarë të tjerë, i udhëzojnë njerëzit që ta marrin prej këtyre burimeve. Dhe ky burim gjithashtu që është i paraqitur me haram. Prandaj muslimanët kanë ardhur në këtë gjendje pasi nuk e mësojnë sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga burimet e sirës dhe nga hadithet e sakta. Dhe në këtë hadith, kur e shohim, jo vetëm këtë hadith, në shumë raste shohim se si ka ka ndërvepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët, edhe me ahlul kitab, me jahudit. Jahudit, ata janë të njëjtit. Edhe më keq sepse mushrikët e asaj kohe dhe jahudit e asaj kohe e kanë luftuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë mesin e tyre. Dhe e dini se si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si do të shpëtojë një popull që e kanë plagosur të dërguarin e Allahut. Ajo është çështja më e rëndë, lufta kundër pejgamberit. Cilët do qoftë prej pejgamberëve. Është krimi prej krimeve më të mëdha që ekzistojnë, ndërmjet njerëzve. Megjithatë ka pas ndërveprim, shitblerje, edhe nuk ka thonë se kush blen prej jahudive është kafir, ose cionist, ose i përkra jahudit kundër vëllezërve në Palestinë, ose nuk lejohet gjykimi, dhe sidomos halali dhe harami, edhe më shumë se halali dhe harami, kufri dhe imani, ose shirku dhe tauhidi, nuk lejohet asnjëherë të gjykohen me emocione, edhe me dhimbje që e ka njeriu për muslimanët. Po ashtu në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mësojmë se ka pasur dhimbje edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kemi përmendur për marrëveshjen e Hudejbiyes, po për qëndrimin me gjithashtu kur ka thënë durim familja e Jasirit, se e keni vendin në xhenet, nuk ka nxitur protesta ose bojkotime ose atentate ose kështu. Kjo nuk ka qenë rrugë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këto fjalë, i shohim se japin fetva njerëz që nuk janë kompetent për fetva. Që si kanë thënë disa prej selefëve, Rabia ibn Abdurrahman ka thënë ka disa njerëz që japin fetva që meritojnë të jenë në burg më shumë se sa meritojnë hajdutët edhe vrasësit. Ata duhet të jenë, të ndalet hapësira për të folur,
sepse me këtë dëmtojnë muslimanë të shumët. Të flitet në fenë e Allahut pa dituri, dëmi është më i madh se sa dëmet e hajdutëve dhe kusarve kështu me radhë, sepse ata mund të dëmtojnë një numër të vogël njerëzve, edhe mund të dëmtojnë disa në pasuritë e tyre. Kurse këta që flasin për fenë e Allahut në bazë të politikës dhe me ignorancë, ose duke e ditur të vërtetën dhe duke kundërshtuar atë për interesa, këta e vrasin umetin në përgjithësi dhe u shkatrojnë fenë dhe ahiretin e tyre. Dhe nuk u dëmtojnë dunjan, gjithashtu dhe u dëmtojnë ahiretin. Dhe prandaj kuptohet se ata janë më meritor të jenë në burg se sa hajdutët që mund t'i bëjnë dëm diçka në dunja, dikujt për individëve, jo në këtë nivel si bëjnë këta, këta të devijuar që i nxisin njerëzit, i nxisin muslimanët duke i keqpërdorur emocionet edhe duke i ndezur, duke i fryrë flakës emocioneve, i nxisin muslimanët që edhe më shumë të bëjnë fitne, edhe më shumë të ngrihen kundër shteteve të veta dhe t'i shkatrojnë shtetet e veta, edhe atëherë si do ta luftojnë armikun këta popull që nuk kanë as ushtri, as ekonomi, as udhëheqës, as dituri, as shkollim, këta Ikhwanul Muslimin, i nxisin që të ngrihen njerëzit për ta ndihmu Palestinën, ta shkatrojnë shtetin e vet. Atëherë si do ta ndihmosh Palestinën nëse nuk mbetet asgjë muslimanëve. Prandaj dhe çështja tjetër për bojkotimin. Bojkotimi i prodhimeve të mosbesimtarëve nuk është obligim as në Kur'an, as në Sunet. As nuk e kanë thënë dikush prej sahabëve, as nuk e thonë dietarët. Nuk është obligim. Bojkotimi, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bler prej jahudive edhe ka bler prej mushrikëve. Dhe mushrikët çka kanë qenë? A kanë qenë tolerant ndaj muslimanëve apo i kanë luftuar, i kanë vrarë, i kanë lidhur, i kanë persekutuar, i kanë torturuar, dhe kjo nuk e ka bërë haram blerjen prej tyre. Dhe është diçka interesant, do ta përmendim te pika tjetër. Shikoni çka i ka lënë peng pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka lënë? I ka lënë një mjet të luftës. Kjo nuk do të thonë se lejohet mosbesimtarëve të shitet armatim. Kanë përmendur dietarët disa argumente. Do të thonë muslimanit nuk i lejohet të shisë armatim mosbesimtarit. Por kjo që e ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam peng burojën e tij, njëherë buroja nuk është armë. Do të thonë është mjet i luftës, por nuk është armë me cilin mund të vrasë musliman. E dyta nuk ja ka shitur, por ka qenë peng deri në kthimin e borxhit. Dhe se përndryshe shitja e armatimit, të shiten armë mosbesimtarëve është tradhti ndaj Islamit edhe kundër muslimanëve. Shikoni tani si këta njerëz për shkaqe politike dhe për interesa politike, si mbrojnë shtetet që u shesin dhe u aprodhojnë armatimin jahudive, kurse i sulmojnë shtetet që blejnë armatim për vete nga ehlul kitab, nga krishterët e kështu me radhë. Ku është peshorja e fesë? Është vetëm peshorja e manipulimit politik. Dhe vetëm ato me të cilët kanë interes, për ata është e lejuar çdo gjë. Kurse ata kundër të cilëve kanë interes, është kufër çdo gjë, jo haram, por çdo gjë që veprojnë është kufër. Edhe nëse është halal me argumentet Kuranit dhe Sunetit. Ata e bëjnë kufër, jo vetëm haram, por krejtësisht i nxjerrin prej Islamit. Do të thonë, të blihet armatimi nga mosbesimtarët është e lejuar dhe ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, e ka vepruar edhe ka marrë si me thonë me qira armatim prej mushrikëve, edhe ka bler gjithashtu, thot ajo është e njohur, edhe nuk ka asnjë ndalesë në këtë, asnjë ndalim. Kurse tu shitet është haram, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është tradhti. Edhe tani
Domethënë mund ta shihni se këta ikhwanul muslimin me çfarë peshore peshojnë. Mirë, tjetër çështje që e përfitojmë nga ky hadith është gjithashtu se lejohet shitblerja me një njeri që ka në pasurinë e tij haram. Domethënë kur e di që pikrisht kjo njësi, domethënë ky element ose ky artikull nuk është haram. Domethënë nëse dikush për shembull njihet se vepron me haram ose për shembull bën mashtrime në tregti edhe fiton pasuri me haram ose shet për shembull diçka që është haram, do thotë e marrim si shembull një restorant ku shiten ushqime dhe pije që janë halal dhe shiten pije ose mund të jenë edhe ushqime që janë haram. Domethënë ka haram në pasurinë e tij, atëherë lejohet blerja prej atij vendi, prej atij tregtari, kur e di që kjo të cilën je duke e bler ti nuk është haram. Ka thënë Sanani gjithashtu, në këtë hadith ka argument për se nuk është obligim të shikohet ose të analizohet si e ka tregtin ai njeri, do të thënë ai tregtari për cilit ti blen ose të cilit i shet. Pra nuk e ke obligim ta hulumtosh ai si punon, ku e fiton pasurinë e kështu me radhë, sepse thot dihet për jahudit, do të thënë tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bler prej çifutit. Thot dihet se ata shesin alkool, han kamat, do të thënë marrin kamatën edhe bëjnë mashtrime dhe padrejtësi ndaj njerëzve, do të thënë dihet se në realitet shumica e pasurive të tyre janë haram. Shumica e pasurisë së tyre është haram. Mirë po, ne nuk e kemi obligim ta hulumtojmë tregtinë e tyre, do të thënë jo të jahudëve, po tregtinë e tregtarit me cilin ne merremi, nuk e kemi obligim ta hulumtojmë dhe nuk e kemi obligim ta hulumtojmë se si ka hyrë pasuria në duart e tyre. Pra këto janë fjalët e Sananit rahimahullah. Por veprojmë me ta, do të thënë duke e llogaritur, do të thënë duke marrë si bazë se pasuria e tyre është halal. Do të thënë tani kur shkon të blesh, nuk e ke obligim, gjithashtu edhe atë mall që do ta blesh, nuk e ke obligim ta hulumtosh se si ka ardhur ky mall, ky konkretisht. Do të thënë hyn në dyqanin e tij ose në tregun e tij ose në restorantin e tij, edhe shkon atë që duket se është halal, do të thënë vetë produkti është halal, pastaj si ka hyrë ky produkt në pasurinë e tij, nuk e ke obligim ta hulumtosh. Përveç nëse na bëhet e qartë e kundërta. Do të thënë vetëm nëse dihet pa këtë hulumtimin, dihet se kjo pikrisht është haram ose është e vjedhur për shembull, ose është e rrëmbyer që ja ka marrë dikujt padrejtësisht, atëherë këtë mall nuk ja blen. Thot wa mithluhu adh-dhalama, gjithashtu edhe ata që bëjnë padrejtësi, njësoj. Do të thënë nëse dihet se dikush bën padrejtësi edhe u merr njerëzve pasuri me të padrejtë, pra nuk e ke obligim ta hulumtosh ku e gjeti këtë pasuri që është duke ta shitur, përveç nëse e di. Për shembull, ka një pasuri që e di, vjen dikush fqinjo, të thot ma ka marr filani makinën, edhe tani e sheti, ti e sheh që ai njeri atë makinë e ofron për shitje. Atëherë nuk lejohet blerja e saj, por në esencë, do të thënë llogaritet se i ka halal, do të thënë në esencë. Edhe nuk është obligim hulumtimi. Po ashtu në këtë hadith, si thamë në fillim, e kuptojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i dhënë pas dunjas, edhe nuk ka vrapuar për grumbullim të pasurisë, por gjithmonë pasurinë e ka shpërndar me dëshirë që ta fitojë atë që është e Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe prandaj në pronën e tij nuk ka ngelur në një pasuri asnjëherë. Do të thënë çdo kur i ka ardhur, e ka dhënë për
për fytyrën e Allahut. Gjithashtu ky argument, domethënë tani ti kthehemi temës, ky hadith është argument se lejohet pengu edhe në jo në udhtim, domethënë në vendin ku është. Pra kjo pengdhënie ka ndodhur në Medinë, pra nuk ka qenë në udhtim. Prandaj, si tham te ajeti, ato që janë përmendur nuk janë kushte, por janë udhëzime ose lehtësime, domethënë. Pra përmendet kur njeriu ka më shumë nevojë për peng, domethënë nëse është në udhtim, nuk gjen dëshmitar ose nuk gjen shkrues, atëherë e siguron borxhin me peng. Kurse, domethënë ajeti është argument për ligjshmërinë e pengut, që domethënë edhe në udhtim edhe në vendin ku jeton, pra nuk ka problem. Ka një temë tjetër që ka përmendur autori rahimahullah, ka thënë babul hawala. Pra kjo nuk është titulli autorit, është titulli i komentuesit. Por në këtë të njëjtën, domethënë ky hadith flet për një temë tjetër, al hawala, që domethënë transferimi i borxhit. Do thot, çka do thot kjo? Do thot transferimi i borxhit nga përgjegjësia e njërit te përgjegjësia e tjetrit. Do thot, pra nëse vjen ai borxhdhënësi te borxhmarrësi, edhe kërkon borxhin, dhe ky borxhmarrës ose këtij borxhmarrësi i ka borxh dikush tjetër. Edhe ai thot, borxhin që ta kam unë, ta pagun filani. Edhe kësaj thuhet hawala ose tahwil. Domethënë transferim ose ndryshim i përgjegjësit të kthimit të borxhit. Kjo tregon se lejohet thot vonimi i kthimit të borxhit për domethënë si leje, lehtësim. Dhe se në esencë borxhi duhet kthehet kur i vjen afati i sakt. Edhe nuk vonohet. Mirë po, ka lehtësim. Domethënë kur njeriu nuk ka mundësi ta kthej borxhin e kështu me radhë, atëherë lejohet ta vonoj pak edhe ta transferoj te dikush tjetër. Edhe për lejimin e transferimit të borxhit, ka pajtueshmëri të dietarët, mirë po, kanë kundërshtim për disa çështje. Një prej atyre çështjeve është akuzohet që ky, domethënë, tjetë i pajtimit borxhdhënësi. Që tani, domethënë, kemi tre palë. Do thotë borxhdhënësi në fillim, ose ai që borxhdhënësi, borxhmarrësi dhe njëkohësisht tani në këtë raport quhet transferuesi. Edhe ky i treti, të cilit i transferohet borxhi. Domethënë tre veta. Ka ihtilaf a duhet, do thotë, a duhet të pajtohet ky borxhmarrësi ose transferuesi dhe ai tek i cili transferohet. Këta duhet të pajtohen. Se kuptohet ky i pari, duhet patjetër të fitohet pajtimi i tij, sepse ai është pronari i hakut. Edhe bëhet fjalë për hakun e tij. Edhe ai pranon ose nuk pranon që ta shtyja afatin për shembull, ose ta kaloj të tjetër kush këtë kërkesën për borxhin. Domethënë ai është që duhet të pajtohet. Mirë po, a duhet të jetë i pajtuar ky transferuesi, ose prej të cilit transferohet, dhe a duhet të jetë i pajtuar ai tek i cili transferohet? Ka kundërshtim, thotë Ebu Hanifja ka thonë se duhet, domethënë janë me rëndësi, është me rëndësi pajtimi i këtyre dyve. Sepse kjo është kompenzim, domethënë edhe për kompenzim ose për
si më thënë, kjo është si shitblerje, do më thënë shitje e borxhit ose blerje e borxhit. Për këtë duhet patjetër të pajtohen të dy palët. Edhe kuptohet se ai transferuesi është një palë në këtë marrëveshje. Kurse Imam Ahmedi dhe pasuesit e mëdhëbit Hanbali, edhe Dhahirit, Ebu Theur, Ibn Xherir thonë se po gjithashtu ai borxhi i cili transferohet, thonë mendimi i këtyre është se ky borxhdhënësi i parë e ka obligim ta pranojë, domethënë sipas kuptimit të dukshëm të hadithit që do të përmendet. Hadithin që e ka sjell autori rahimahullah është, ka thënë an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal matlul ghani dhulmun wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Ka thënë nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë zvarritja e pasunikut, e pasanikut është padrejtësi. Dhe kur dikush pasohet te dikush që ka mundësi, atëherë le ta ndjek. Do thënë kjo është kurtimisht ose drejt për drejt si është hadithi. Ta marrim fjalë për fjalë, pak nga pak, do të thënë çka do të thotë. Matlul ghani, do thotë zvarritja e pasanikut. Është për qëllim ai i cili ka pasuri që ta kthej borxhin dhe ka ardhur koha e kthimit të borxhit, dhe ai tani e zvarrit kthimin e borxhit, larjen e borxhit. Do të thënë ky me këtë bën padrejtësi. Ka thënë matlul ghani dhulmun, do të thënë zvarritja ose zhagitja, si themin, e kthimit të borxhit nga ai që ka pasuri është padrejtësi. Që do të thonë kur njeriu ka mundësi ta kthej borxhin dhe ka ardhur koha për cilën janë marrë vesh, ose edhe nëse nuk ka ardhur koha dhe ka mundësi ta kthej borxhin dhe ka ardhur borxhmarrësi dhe e kërkon sepse ka nevojë, ose jep sinjale, do të thonë se do t'ja kthej borxhin, edhe nëse nuk i thot drejt për drejt, po e sjell fjalën, do të thonë që të kuptohet se do t'i kthehet borxhi, dhe ky borxhmarrësi edhe pse ka mundësi nuk ja kthen, atëherë me këtë ka bërë padrejtësi. Dhe kjo jep të kuptohet që e kundërta, nëse nuk ka mundësi, atëherë do të thënë është i arsyetuar. Dhe gjithashtu kjo fjalë e hadithit në kupton se borxhdhënësi kur e sheh që borxhmarrësi nuk është në gjendje ta kthej borxhin, nuk duhet të insistoj për kthimin e borxhit, por është mirë që t'ja falet, do të thënë në aspekt të afatit, ose në aspekt të sasisë, ose do të thënë ose ja fal krejt borxhin, ose ja shtyn afatin për ta kthyer borxhin, ose i heq një pjesë, ose ja lehtëson mënyrën e kthimit të borxhit. Pra ai që është në vështirësi dhe nuk ka mundësi ta kthejë borxhin, nëse nuk e kthen, është i arsyetuar. Ai që ka mundësi dhe nuk e kthen, kjo zvarritja ka disa kuptime, kanë përmendur dietarët. Ose zvarritja e afatit. Do të thënë edhe pse ka ardhur koha ose e kërkon borxhdhënësi, ai e shtyn, nuk e paguan. Ose është për qëllim mangësimi në sasi, do të thënë nuk e kthen të plot borxhin, ose mangësimi në cilësi, do thotë e kthen në një mënyrë, do thënë për cilën nuk janë marrë vesh, edhe gjithashtu nuk është i kënaqur ai që e ka dhënë borxhin. Do thënë e kthen një mall të keq ose të dëmtuar ose kështu me radhë. Do thënë gjitha këto raste kur ka mundësi njeriu, nëse i bën këto, atëherë ka bërë padrejtësi. Pastaj ka thënë wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Nëse pasohet, do të thënë
kalohet dikush te dikush tjetër që ka mundësi ta kthej borxhin, atëherë le të pranoj. Pra nëse ai borxhlia ose borxhmarrësi i thotë që unë nuk ka mundësi, mirë po filani më ka borxh, edhe nëse nuk i ka, gjithashtu kjo vlen, edhe nëse nuk i ka borxh, por do ta marrë dikush tjetër përsipër, atëherë duhet që të pranoj. Pra këtu kjo fjalë fel yatba, do të thënë le ta ndjek, le të pranoj. Për këtë është ikhtilafi. Disa prej dietarëve kanë thënë që hadithi, pra fjalët e dukshme, janë urdhër, që do të thonë se ai borxhdhënësi e ka obligim ta pranoj. Kurse disa të tjerë kanë thënë që ky hadith nuk është urdhri, nuk është për obligim, po është për preferencë ose për udhëzim, do të thonë që i preferohet atij ta pranoj. Megjithse do thotë sipas këtij mendimi ka të drejtë të insistojë që t'ia kthej vetëm ky që ja ka marrë borxhin. Por në hadith ka thënë idha utbi'a ahadukum ala mali'in, do të thënë nëse transferohet te një njeri që është quajtur në gjuhën arabe mali, që do të thonë nëse përkthejmë drejt për drejt do thotë i plot. Që qëllimi është do të thonë të jetë i fuqishëm. Dhe ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, i fuqishëm do të thonë në 3 aspekte. Ose si thuhet i mundshëm apo kompetent, do të thonë 3 aspekte. Në aspektin e pasurisë, do të thonë që është në gjendje ta lajë atë borxh, në aspektin e fjalës, do të thonë që nuk mashtron, por është njeri i fjalës, dhe në aspektin e trupit, ka thonë, do të thonë që mund fizikisht të sillet te gjykatësi. Thotë ky që i ka pas borxh, që do të transferoj, e transferon te një njeri që është i fuqishëm pasuri, është i fjalës, edhe e mban fjalën, dhe është e mundshme që të merret, do të thonë të prezantoj te gjykatësi ose te seanca ku do të lahet borxhi, do të thonë me këto 3 kushte. Nëse e nxjerr dikush thotë unë nuk mund ta paguaj filani, kurse ai filani tjetër edhe më hiç nuk ka, do të thonë nuk e ka obligim ta pranoj. Nëse e çonte dikush tjetër që mund të ketë, mirë po është mashtrues, po ashtu nuk e pranon këtë transferimin e borxhit. Dhe nëse nuk mund të sillet, çka do thotë? Kam thënë për shembull nëse e çonte babai i atij, borxhdhënësit. Do të thënë ai nuk mund ta detyroj ta marrë babain në gjykat. Për shembull, i thotë unë nuk mund ta paguën babai jot, edhe ai babai i tij pranon, por ky borxhdhënësi nuk e ka obligim ta pranoj babën për të transferuar, sepse nuk mund ta detyroj ta sjell në gjykat, edhe nuk ka drejt, do të thonë ta detyroj babain e tij. Ose për shembull te dikush që është më i fuqishëm në aspektin e pushtetit, do të thonë ta çojë te princi ose te mbreti që ta paguaj, mund ky mos e pranoj sepse nuk mund ta detyroj atë që është më lart, do të thonë në pushtet. Ky është qëllimi i mundësisë trupore, fizike, do të thonë që fizikisht të sillet te gjykatësi. Do të thonë nëse i ka këto kushte, që është njeri i cili ka pasuri, edhe është njeri që mund ta sjell fizikisht te gjykatësi, edhe është njeri që e mban fjalën, atëherë sipas këtij mendimit dytë që e përmendëm, do të thonë e ka obligim ai borxhdhënësi ta pranoj transferimin. Do të thonë edhe do t'ia falë këtij, si më thonë, ose të largohet prej përgjegjësisë i pari edhe t'i kaloj përgjegjësia të dytit. Por, a mund të kthehet pastaj, më vonë? Kam thënë nëse ai tek i cili është transferuar borxhi, është, do të thënë ka vdekur,
për shembull, ose ka falimentuar, nuk i ka mbetur më shumë pasuri, ose është, do të thënë kështu, jo njeri i fjalës, atëherë, nëse nuk e ka ditur, kur e ka pranuar ky borxdhënësi, nuk e ka ditur, atëherë ka të drejtë të kthehet prapë te ai borxhliu i parë. Nëse e ka ditur dhe krahas kësaj e ka pranuar, atëherë nuk mund të kthehet. Kjo dhe tjetra, nëse diçka prej këtyre ndodh pasi ka përfunduar kjo marrëveshje. Do të thënë e ka pranuar që borxhin t'ia kthej ky njeriu tjetri i dyti, mirë po pas kësaj, do të thënë pas një ditë, 2 ditëve, pas një kohe, do të thënë vdes ky, atëherë nuk mund të thotë tani e anuloj këtë dhe kthehem, sepse kjo është marrëveshje plotësuar. Edhe njësoj është sikur me të parin, edhe i pari nëse kishte vdekur, do të thënë, pra vdekja është diçka që nuk mund ta kontrollojë askush. Ose falimenton për shembull, ky i dyti, nuk mund të kthehet pastaj ai te i pari, sepse e ka pranuar një herë, edhe këto që kanë ndodhur më vonë janë çështje që ndodhin te secili borxhmarrës, do të thonë, si mund t'i ndodhe të parit, mund t'i ndodhe edhe të dytit. Si tham, kjo nëse ndodh më vonë, nuk mund të kthehet. Nëse e ka pasur këtë gjendje dhe ky borxdhënësi nuk e ka ditur, atëherë mund të kthehet. Dhe nuk e dija përmenda këtë, nëse e ka ditur, e di se ky nuk ka pasuri për shembull, atëherë dhe e pranon, do të thënë kjo është njësoj sikur kur blen një mall i cili ka ndonjë mangësi, për cilën e di blerësi. Do të thënë e di kur e blen mallin se ekziston kjo mangësi, atëherë nuk mund ta anuloj këtë shitblerjen. Kurse kur nuk e di atë mangësinë edhe e merr mallin, atëherë kur e sheh më vonë e sheh mangësinë, atëherë ka të drejtë ta kthejë dhe ta anuloj shitblerjen. Pra në këtë mënyrë, edhe ky që pranon transferimin e borxhit dhe e di këtë tmet te ky i dyti që do të transferohet dhe e pranon, atëherë nuk mund të kthehet te i pari. Kjo është shkurtimisht në lidhje me këtë, shpresojmë që të jetë e qartë dhe e kuptueshme. Dhe me që këto çështje janë me vërtet pak të ndërlikuara ndoshta për shumë njerëz dhe përsëriten si fjalë të njëjta, nuk vazhdojmë më shumë, mjaftojmë me kaq, që duke shpresuar që Allahu na e bëj të dobishme atë që na ka mësuar dhe të na mësoj atë që na bën dobi dhe të na shtoj deturinë. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.